Inspektori i lartë i drejtësisë ka regjistruar një hetim disiplinor ndaj gjyqtares së posaçme Irena Gjoka, pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk pranoi nisjen e verifikimit për magjistraten nëse është apo jo në kushtet e mosushtrimit të detyrës, për shkak të dyshimeve se nuk ka deklaruar një dënim në Greqi dhe i kaloi dosjen për shqyrtim. Por ILD thotë se ka nisur hetimin disiplinor për gjyqtaren Gjoka, jo mbi bazën e dosjes së KRG-s, por me iniciativë pas ankimimeve të dy përfaqësuesve të Partisë Demokratike. Ishte avokati Adriana Kalaja që publikoi dokumentin ku Inspektori i Lartë i Drejtësisë konfirmon nisjen e verifikimeve, pasi vlerëson se ekzistojnë dyshime të arsyeshme që magjistratja Irena Gjoka ka kryer veprime ose mos veprime që përbëjnë shkelje disiplinore. Në përgjigje ILD shprehet se mos deklarimi i dënimit në Greqi nga ana e Gjokës përbën një shkelje të rëndë ligjore dhe etike. Bazuar mbi këto dyshime, Inspektori i Lartë i Drejtësisë mësohet se ka kërkuar dokumentacionin e plot nga KLG, Prokuroria e Përgjithshme, Autoriteti Kombëtar i Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar dhe SPAK, që ka një hetim pas kallëzimeve për gjyqtaren Gjoka. Kjo e fundit në një letër drejtuar KLG-s, para se të merrej në shqyrtim çështja e saj, mohoi të kishte dieni për një dënim në Greqi, me pretendimin se procesi ishte bërë pa dieni. Gjoka u denoncua publikisht nga ish kryeministri Sali Berisha për mos deklarim prej saj në formularët e dekriminalizimit të një dënimi penal nga drejtësia greke në vitin 2005. Pas një viti e 8 muaj verifikim, sektori i dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme konstatoi se vendimi gjyqësor grek ishte autentik. Tashmë që ILD ka konfirmuar hetim disiplinor, pritet të mësohet se çfarë do të ndodhë me procedurën e verifikimit dhe kushtet e papajtueshmërisë në detyrë, që bën qeverisja e gjyqësorit si pjesë e dekriminalizimit.